Hello, everybody. Here we are in the next English class. So open your books on page 70. Today we are going to have unit 5 4 gestures. Gestet. Read. Answer the following questions. Pra, lexoni dhe pastaj përgjigjuni pyetjeve. What are some common gestures that you use? Cilat janë disa nga gjestet më të përdorshme që përdorni juve? And what do they mean? Ç'kuptim kanë ato? Listen, read and match the tips 1 to 5 with the pictures A to E. Dëgjoni, lexoni dhe lidhni fjalit ose shenjat që keni nga 1-5 për shkrimet me fotot nga A-ja tek E-ja. So, actions speak louder than words. Veprimi flet më shumë se sa vetë fjala. In this photo, you have person putting her hands on the hips. In the next one, touching his head. The next one is wiggle her nose. The next person is raising up eyebrows. And the last one is circling his finger around his ear. But what do these actions mean? Let's read and translate. When we move a part of our body to communicate a particular meaning, we are making gestures. Pra, kur neve lëvizim një pjesë të trupit tonë për të komunikuar, do të japim një kuptim të përcaktuar, të veçantë, ne bëjmë gjeste. We use gestures all the time. Ne I përdorim këto gjeste, pra gjuhën e trupit, gjatë gjithë kohës, sometimes without even realizing it. Ndonjëherë madje edhe pa e kuptuar as vet. Example of common gestures include waving, smiling and shaking hands. Shembuj të gjesteve të tilla më shumë të përdorme përfshijnë valvitja e dorës, një buzëqeshje, një shtrëngim duarsh. However, there are gestures that mean different things in different parts of the world. Gjithsesi, ka gjeste që kanë kuptime të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës. So, if you love traveling abroad and you don't want to make a fool of yourself, here are a few tips. Pra, nëse vërtet dëshiron të udhëtosh jashtë shtetit dhe nuk do që të dukesh budall në sytë të tjerëve, atëherë po ju japim disa udhëzime. The first one. Avoid putting your hands on your hips when you are talking to people in Indonesia. Shmang të vendosurin e duarve në hijet e trupit tënd. Kur flet me njerëz në Indonezi, this gesture shows that you are angry with them, sepse ky veprim tregon që ti je I nevrikosur me ta. This is picture A. So be careful. Number 2. Raising your eyebrows is a sign of surprise in a lot of countries. Të ngresh vetullat tregon një shenjë çuditje në shumë vende. However, in Tonga, it means yes or I agree, and in Peru, it means money or pay me. Gjithsesi, në Tonga, kjo do të thot po, jam dakord, ndërsa në Peru do të thot lek, më paguaj. So, if someone from Peru owes you money, remember to raise your eyebrows. Pra, nëse dikush nga Peruja ju ka borxh ju para, atëherë mbaj mend që të ngresh vetullat, dhe do të thotë që më kthe parat. This is picture D. Now 3. If you tap your head in Argentina, it means I'm thinking or think. Nëse ti prek kokën në Argentinë, do të thotë po mendohem ose thjesht mendo. In other countries, however, it means you are out of your mind. Ndërsa në vende të tjera gjithsesi, kjo shenjë do të thotë të ka lënë truri, të ka ikur truri, pra, you are crazy. So this is photo B. And number 4. You are in Puerto Rico and you want to ask what's going on. Ke shkuar në Puerto Rico dhe kërkon t'i thuash tjetrit ç'kemi. So, just wiggle your nose, that should do the trick. Thjesht lëviz hundën dhe kjo e jep efektin e fjalës ç'kemi. This is photo C. While number 5, in most parts of Europe and in some Latin American countries, moving your finger in a circle around your ear is like telling someone they are crazy.
Në pjesët më të mëdha të Europës dhe në disa vende latinoamerikane, të lëvizësh gishtin në formë rrethore afër veshit, do të thotë që po I thua dikujt mos je gjë I çmendur. This gesture is often used on German motorways when someone wants to criticize another driver. Ky gest shpesh përdoret edhe në autostrada në Gjermani për të treguar dikujt tjetër për ta kritikuar që nuk po ngjet siç duhet. Stop to think before using it though because it's against the law. Pra, mos e bëj këtë gjë sepse është kundra ligjit. In the Netherlands, this gesture means something completely different. Ndërsa nëse shkojmë në Holland, ky veprim ose ky gest do të thotë diçka krejt ndryshe. Dutch people use it to say you have a phone call. Holandezët e bëjnë këtë gest për të thënë që ti ke një telefon.